Mirëmbrëma, sonte do të flasim për protestën e paralajmëruar për 17 shkurt, në ditën e pavarësisë e organizuar nga platforma Liria ka emër në emër në mbështetje të ish-krevëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag. Organizatorët thonë se protesta është për drejtësi dhe kundër politizimit të procesit gjyqësor. Për të shikuar se për çka u protesta dhe si është bërë organizimi, do të flasim me njërin nga organizatorët e protestës, Ismail Tasholli nga Liria ka emër. Ismail, mirë se vjen në Blitz intervju. Ne na po situata tjera ku kemi folur për politikë, tash po folim pak për këtë protestën. Si nisi? Po, ideja ishte që të japim një mesazh, dhe 17 shkurti është data simbolike, edhe e mesazhit të shtetformimit, po në raport edhe me ata që janë atje, që kanë qenë pjesë edhe akter kryesor në si me thonë qatë rrugtimin ose përmbylljen e atij rrugtimit që kulmon me shtetëndërtimin. Dhe këto janë dhe është pjesa tjetër e për afrimit të emocionit në raport me verdiktin, sepse pritet edhe fjala e fundit e asaj gjykate, dhe thotë është çështje muajsh, dhe këta janë faktorë që e kanë bërë 17 shkurtin si datën edhe simbolike të një marshi ku kërkohet drejtësi dhe jo politikë. Dhe kjo 17 shkurti, faktikisht që zgjedh 17 shkurti, dita e pavarësisë, është më shumë mesazh simbolik apo është mesazh politik? Është dyat ngërthen, mesazh simbolik për rëndësinë dhe peshën e asaj date, politik ndoshta nuk e kisha quajtur si tillë pa e vendosur në thojza, sepse kërkesa është për drejtësi dhe jo politik, por ka efekte edhe simbolike gjithsesi. Në politik kuptimin që bëhet në një datë kur është shpall pavarësia e Kosovës dhe një për aty që kanë shpall ka qenë edhe presidenti Thaçi që është në atë kuptim politik. Po, në atë kontekst po, sepse ata njerëz kanë qenë barës të atij procesit, madje Thaçi ka qenë barësi kryesor i asaj date simbolik shumë të rëndësishme për shtetin. Sharim për publikun, pse po bëhet protesta dhe çfarë përfaqëson kjo protestë? Po, duke po që 5 vjet anomalitë një pas njëshme zinxhirore të asaj gjykate, duke i po edhe apetitet e tyne për interpretime politike në raport me atë se çka po thonë, duke i po edhe probleme tjera të shkeljes së drejtave njerëzore, madje unë shpeshherë shkoj me një zgjatim kështu interpretativ sepse ajo gjykat ka shkel kushtetutën e Kosovës, sepse spaku formalisht rritet në emër të legjislacionit sistemit normativ juridik, po me calin për shembull konkretisht. Nëse e keni parasysh nenet shumë të rëndësishme brenda legjislaturës tonë juridike që thonë që për të akuzuarin duhet të gjendet konteksti dhe ligji më lehtësues, e për të gjetur ai që është më i rënd, më rëndus. Do të thotë kjo është një shkelje shumë e rëndë, kështu në mënyrë decisive dhe evidentueshme, edhe artikulume edhe për juristave autoritativ të fahut që merren me drejtën ndërkombëtare penale. Do të thotë këto janë. Mandej mënyra se çysh janë marrë në paraburgema, burgema, kidnapema, nuk e din as cilësimin, sepse mënyra se çysh u ka bërë me dorë aty në që në fillim e heq një pjesë shumë kryesore të paradigmës së demokracisë liberale, prezumimi i pafajësisë. Do të thotë se unë shpesh e kam përsëritur edhe në për emisione se është një dallim esencial i botës totalitare edhe botës së demokracisë liberale në raport të përjetimit të organizimit politik. Përderisa atje demokracia liberale thotë që je i pafajshëm deri në fjalën e fundit, totalitarizmi thotë të kundërtën, je i fajshëm deri në vendimin e fundit. Dhe kam përshtypjen që mënyra se çysh ka shku, çysh ju ka bërë me gisht atyre njerëzve, perceptimi ka qenë që ata janë fajtor hala pa janë një gjyqi. Edhe unë e them edhe po e përsëris jo me cinizëm që qytetaria e Kosovës duhet të ndihmojë asaj gjykate që të kthehet në terrenet të demokracisë liberale. Çfarë konkretisht po kërkoni me ndryshu Ismail me këtë protestë? Po, se protesta është dashur me pas një qëllim të saj, dhe qëllimi vetëm nuk është dashur me kon një farë përkraje morale ndaj atyre që janë të akuzuar. Po, është e vërtetë. Shikoj, qytetaria nuk është vetëm letra dokumentacion, është një lloj obligimi, është një lloj aktivizmi. Dhe qytetaria e ka për qëllim që të gjej nëse ka padrejtësi dhe të ekspozoj ato. Sepse konsiderojnë që mbrana demokracisë qytetaria është shtylla kurrizore e saj. Se shpeshherë kemi edhe pyetje të tilla, tash që kemi shumë aktivitete, shumë takime me komunitete OJQ, me
kryetar komunash ka në lloj brenge që a do të ketë rol kjo protest. Mos të harrojmë, nëse e rikthehemi në kohën kur i kanë marrë ata njerëz që janë atje, nuk i kanë marrë në pozicionin e më të fuqishëm politik, po i kanë marrë kur ka fillu ylli i tyne politik me uzbeh, me u likështu imazhi i tyne. Që i bjen, kanë kalkulu drejt për drejt helbete në reagim qytetar. Dhe të qytetaria është shumë e rëndësishme. Dhe këtë kontekst, edhe organizimi jonë... Po do me thonë që kur i kanë marrë, kanë kalkulu që s'do të ketë reagim qytetar. Sepse i kanë marrë në rënjën, do se thotë që ka qenë president. Ka qenë president, por nuk kanë qenë kohën më të mirë politike të tyre. Sepse imazhi i tyre është kalkulu mrena qasaj kindapimi që është bërë, po e quj edhe në thojza, sepse mënyra për shpejt që shka shku është e çuditshme, sepse është asimetrike me gatishmërinë e ushtarëve të ÇK për me u përgjigj drejtësisë. Nëse sa vite nuk e kem asnjë rast ku ata ikin e neglizhojnë ose krijojnë situata ku nuk i përgjigjen drejtësisë këtë rast ndërkombëtare. Domethënë janë këto elemente që tregojnë që është shumë e rëndësishme, madje ata thëriten emrin tonë atje, s'paku edhe formalisht. E nëse thëriten emrin tonë, emrin të qytetarisë popullit të Kosovës, atëherë edhe ne kemi zërin që duhet t'ja japim një përgjigje. Dhe 17 shkurti menoj që duhet jetë përgjigja më e dinjitetshme për atë gjykatë që thëritet në emrin tonë. Pse duhet qytetarët me dalë atë ditë? Sepse është obligimi qytetarisë të reagojë kur ka padrejtësi. Dhe ne kemi thonë, edhe e kemi përsërit, po jo vetëm ne, kanë thonë ekspert të FAO-t, do të thotë ekspert juridik të drejtës ndërkombëtare penale, ka pas anomali të ndryshme me këtë sfundmi, që thanë 45 vjet për secilin. Të krijohet ideja që ata janë katërnesh dhe mënyra organizimit jetës tyne prej asaj se çysh kanë piuj deri në front ka qenë e njëjtë. Do thotë është absurditet i llojit vet. Mandej edhe rrxon çat pretendimin e tyre në vazhdimsi që e kanë artikulu që nuk kanë të bëjnë kurrë me organizatën ose me grupin, po kanë të bëjnë me individ caktuar me përgjegjësi individuale. Nëse ju kujtohet, Trëndafilova bëj ke ben hit nanës dhe të babës që nuk kem kurrë me UÇK-n, me projektin si till, po me vepra penale eventuale të individëve që kanë qenë pjesë e UÇK-s. Dhe kjo kërkesë e prokurorisë e thënë në kurriz këtë pretendim, këtë shtihim të asaj gjykate. Mandej është edhe cilësimi shumë problematik që i përngjan cilësimit zyrtar të kohës së Miloševićit si ndërmarrje për bashkëkriminale. Do thotë ajo kry për kry flet propagandës së një sistemi që ka qenë genocidial. Edhe jo vetëm me Kosovën, po me këtë pjesën e Jugosllavisë, do thotë e bën shumë problematike si tillë dhe reagimi qytetar është reagim gati se obligativ. Çfarë rezultate e konsideroni sukses? Çka është dashur me ndodh mas protestës që më thonë u arrit qëllimi i avleti? Po, protesta synojnë si secilla protestë që të krijojë një presion publik ku përcaktohen disa vija të kuqe për te cilave nuk duhet dalë kërkush. Edhe kërkesa jonë është kërkesë fair, është kërkesë si cilë shoqëni normale këtu perëndimore, që politika t'jetë larg drejtësisë. Sepse politika kur i paraprin juridike, se thash kemë bëjmë me sisteme totalitare, kemë bëjmë me Korenë e Veriut, kemë bëjmë me vene që nuk funksionon demokracia. Dhe në këtë aspekt, ajo çfarë roli ka qytetaria në krejt sistemin organizativ perëndimor evropian, atë do ta ketë edhe qytetari i Kosovës. Dhe thani drejtësi dhe jo politike, i përmendet disa elemente ku, si me thonë, edhe u shkel kushtetuta, edhe ku të paktën është bërë një fashkele drejt e njeriu, fakti që nuk kanë mbrojtur as në liri, as një herë gjëra të tilla. Po ku konkretisht e shihni atë dominancën e thellë të politikës këtë proces, për cilën po reagoni? Po, mënyra e interpretimit. Po janë xham, nëse i keni përcjell, me siguri i keni përcjell seancat atje, mënyra se çysh janë të ndërtuar në trupi gjykues, ombudsmani. Se po mendoni që ka qëllim politik në këtë proces, nga gjykata dhe nga prokuroria? Po, sepse hapat i ka politik, edhe interpretimin e ka politik, edhe bashkëpunimin e ka politik me Serbinë, me akterët e organizimit të gjenocidit të, 50.000 dosje
i kanë prej Serbisë, i kanë prej MUP-it, i kanë prej UDV-s, do thotë, i kanë prej shërbimeve sekrete ushtarake, i kanë prej njerëzve akter të drejtësisë në Serbi atje. Kanë pas edhe një zyre që e kanë mohu, mandej o gjinde edhe emri i personit diplomatit sloven që ka qenë atje. Okej, mund t'jetë kjo një spjegim racional që duhet ta ke një zyre në Beograd, një në Prishtinë mirë shumë, po pse pa të nevoj me rejtë, me mshefe, me hesht, do thotë, komplet mënyra se qysh ka shku ajo gjykat, t'len me kuptu që si cëllën siklet edhe hape ka vetëm politik. Mandej edhe interferimi i ty në mrena pedagogjisë politike në ligjerata shkollat mesme, ku siklet është propaganda dhe PR-i, do të thotë këtë në vazhdimësi se cëllën hap që e kanë marë, është hap që nuk i përngjajen drejtësisë edhe neutralitetit. Për shka për përgatit e tereni? Nuk e di, këto ka shumë interpretime, prej atyre geopolitike deri të kalkulimet caktume. Hajde mi thuj. Po jo, une nuk jam këtu për me i përmbledh konspiracionet, edhe e kisha kursy edhe veten edhe qytetarin, po për hapat e tyne të evidentum të shkeljes e drejtave njerëzit edhe kushtetuesës Kosovës, mendoj që është mjaftueshëm shqetësuese për me na organizu rreth një qëllimi të mbrojtjes së një projekti. Shpesher nëse keni atje se ka miliona faqe, mënyra se qysh interpretohen kontekstet politike, janë shumë shqetësuese edhe të përngjajshme me interpretimin e sistemit të Miloševićit. Mos harrojmë atje i ki disa rreshta shumë problematik, që kur dënë me alidh kryt interpretimit edhe artikulimit të refugjatit edhe ikjes tyre në Blac, i për të arsyeja që po ikim prej NATO-s. Do të thotë, ky qëndrim ka qenë qëndrim edhe i organizum, edhe i paketum për propagandës të Miloševićit, që refugjat po ikim prej bombardimeve të NATO-s. Mandej tendencat e tyne për me i lidh kapituj të ndryshëm të rrugtimit ton politik, qaj lloj oreksi interpretativo politik, është shumë shqetësues sepse ata thëriten emën të një neutralitetit. Jo thëriten, po e kanë obligim kushtetues neutralitetin, po. Do të thonë, këto janë tregues që ai gjyq do të eskaloj në premisa politike. Pse s'ka besim në gjykatën? Se tash në prokurorin edhe e kuptueshme pse s'ka besim. Po pse është ky mosbesim që po besoj që mosbesimi është në gjykatën? Po, është një lloj absurditeti mbrana funksionimit të asaj. Në gjykatë cila realisht është gjykatë e themeluar nga Shteti i Kosovës. Po, e vërtetë. Sa do të vepron jashtë. Po. Udhëheqën nga tuaj, natyrisht, po pse është mosbesimi ndaj gjykatës? A ka argumente politike apo juridike në këtë mosbesim? Gjitha krejt së bashku, që i fundit sa e përmena është bashkëpunimi me shërbimet sekrete në të Serbisë, e dyta është humbja e pikë referimit saj. Jo prokurori, gjykatën. Okej. Ka mosbesim ndaj gjykatës. Gjykata në fund trupes gjykuese e ki fjalën, po. Se prokurisë e po me mosbesim, nëse ke shtesë, po. Po, ne morra si total gjykata, po. Atje ka hapa të tyre që e delegitimojnë neutralitetin për shkak të pyetjeve aludive që ja bojnë të akuzuar. Nëse e riktheni atje, mënyra se qysh një rojtari i pyllit atje malit me allti, ballafaqimi me një ushtar të QK-s, do të thotë komplet pyetjet e trupit gjykues janë suggestive, aludive, edhe ka shpesh herë raste kur prokurorët marrin thu edhe ju ik në detaj, edhe trupi gjykues lund rolin e përplotësimit të gabimeve të prokurorisë. Do të thotë këto janë shumë shqetësuese. Manej është shumë problematike se apeli duhet kaloj përmes trupit gjykues, që po ashtu mund duhet vendos a është valide një shqetësim, një gabim i ekspozuar prej mbrojtjes, domethënë komplet mënyra, mandej avokati i popullit, atje që quhet mbos personi. Edhe ai ka disa pyetje suggestive që e bojnë të dyshuar komplet organizimin si tillë. Çfarë po doni me thonë ose apo doni me thonë që shihni që ka bashkëpunim mes prokurorisë dhe gjykatës? E kanë thonë. Ose si më thonë sinkronizim. Po, e kanë thonë në vazhdimsi, e kanë thonë edhe mbrojtja. Mbrojtja madje ka pas paraqitje ekskluzive për këtë raport mes trupes gjykuese dhe prokurorisë. Ka pas edhe drejtim gishti akuza të caktuar, për shembull i ka mbi 10 paraqitje të apelit që nuk i pranohet asnjë.
edhe interferimi i tyre me pyetje mrena të dëshmitarëve atje është shumë problematik, po ashtu i ngritur si shqetësim prej palës së mbrojtje. Po du me dalë një pikë e cila kena me vazhdu me folë për protestën, po çka keni bo si organizator që mu siguru që as gjykata atje, po as faktor tjerë, mos me pa këtë protest si një tendim për ndikim politik? Po, prej Tunis, prej... Sepse në po besoj që ka me pas interpretime tilla. Po, okej, ata kanë provu me... Nëse jo nga brenda, të paktën nga gjykata. Shumë mirë, ata nuk e kanë drejtën ekskluzive të interpretimit, po besoj, edhe zoni qytetar është më e rëndësishëm se krejt sikletet e tyne. Po slogani është i vetë mjaftueshëm kuptimin edhe qëllimit edhe organizimit tonë, sepse ne nuk jemi kundër drejtësisë, ne jemi pro drejtësisë, po që shkputun prej politikës. I përmena të gjitha anomalitë që bojnë me besu që ka interferim të politikës atje, prej bashkëpunimit me agresorin e derit të interpretimet politike, derit të qajo pedagogjia politike, sikleti i tyre, i PR-it, i propagandës, do të thotë, po, ne e kemë përsërit në vazhdimësi që protesta do t'jetë e qetë, do të organizohet me dignitet dhe dyshimet tona, pakënaqësit dhe thirrjet tona do të artikulohen po ashtu me dignitet. Do të thotë slogani e përfshin edhe i bozap komplet edhe qëllimit tonë edhe mesazhit do të thotë drejtësi jo politikë. Si e ke po e përmende pak këtë kërkesën e prokurisë se cili nga të akuzuarit të dënohen me 45 vite burgim. A kine ide, qka qëndron brapa kësaj? Kjo është ma shumë... Tash do të me hi pak rrafshin spekulativ, po besoj? Spekulativ, po edhe analitiko-interpretativ prej njerëzve kompetent. Për shembull e ki Trump që thotë që kjo është ma shumë demonstrimi i pushtetit, se sa preokupim me dispozitat ligjore. Mandej interpretimet tjera të juristëve po ashtu me renome janë që ajo gjykat nuk e ka problem cilësi, nuk e ka fokus cilësin, po e ka sasin. Edhe në munges të një provave valide që ndërtojnë në rastin, ata kanë kalu të sasia edhe të krimi qësaj spaku perceptimit që janë serios. Po këtu i bojnë me u dokë shumë qesharak, sepse 45 vite për së cëllin, nuk ka mundësi me spiku. Sot e thojnë po ashtu juristat që drejta ndërkombëtare penale nuk e njeh fajin kolektiv. Është fjala për këtë bashkohore, t'ja japim edhe një cilësim. Do të thotë është shumë problematike me artikulu fajin kolektiv. Edhe sot komplet disponimi i kësaj drejtës penale ndërkombëtare është që mos të bëjmë këtë gabim. Dhe kjo gjykatë e bën atë gabim. Do të thotë i fut 4 persona njëjtë me vjetë të njëjta, të i cilësu për kontribut njëjtë, se rrjedha logjike e atij dënimi, kërkesës për dënim është që ata janë njëjtë, që e mora metaforën e 4 nezve, që janë njëjtë, po edhe tjetra që pas kanë kontribut të barabartë. Edhe është problem cila është ajo juri që ka vendosur që ata kanë pas kontribut të barabartë. Që është edhe logjikisht është e pamundur me ndërtu që me të besu dikush që ata kanë pas kontribut barabartë. Jo në kuptimin që dikush ma shumë, dikush ma pak, po dikush ndryshe. Edhe nuk mund me i fut mrena një cilësimi. Do të thotë është pozicioni kërkesa ma banale në herë që ndëgju tash në këtë rast i vjen drejta ndërkombëtare, kështu që merret me rastin e atyre njerëzve atje. Po përveç kësaj do të thotë anomalit janë pafund. Prej 5 vite, 6 vite në vazhdimsi nuk janë nalë kur. Edhe qytetari e ka vrejt, se e ka pas edhe ku në fillim, ka qenë kjo mjegullnaja e përditshmërisë politike, mjegullnaja e gjykatës, jo a e votun, jo se votun, kur u kriju kjo distancë, u kriju edhe një interpretim i arsyeshëm, që atje nuk qenë kanë individ, po atje është u dënu krejt projekti, krejt narracioni edhe konsekuenca është edhe shtetëndërtimi, se na po harrojmë pasojat edhe konsekuencat e një verdikti negativ, hipotetik. Do të t'i bjenë që delegjtimon komplet shtetësinë tonë, e delegjtimon mas pari NATO-n, që ka qenë partneri kryesor edhe që ka bombardu Serbinë, edhe krejt hapa tjerë që ka vinë pas.
Do thotë kjo është jo që prek retro-interpretim të historisë, po prek edhe të ardhmen e fëmijëve që vinë, sepse ata kanë me pas problem me artikulu mrena dignitetit vetë të krenarisë të shteti, që do njerëz kanë luftu, do njerëz e kanë nënshkru pavarësinë, sepse ata mbi emrin do ta kenë kriminal lufte. Do thotë pasojat janë shumë të mëdha, edhe këtë duhet ta dinë qytetari i Kosovës. Dhe se keni po votimin dje në kuvend një rezolute? Po shumë i mirë, se erdhe dhe si pasojë edhe e votimit tjetër që ndodhi në Tiranë. Shiko, si shoqëri duhet t'i gjejmë disa pikë referenca të përbashkimit. Edhe jemi në një kontekst lodhjes kështu mrena kësaj zhurmës përditshme sikleteve partijake elektorale, po janë do pika që na nxjerrin për te përkatësisë edhe përjardhjes politike. Mendoj që UÇK-ja është edhe duhet të jetë në pikë ku na bashkon e jo na përjashton. UÇK-ja shumë përpjekje tjera të gjeneratave, se unë po e përsëris shpesh në për paraqitjet e mia, që secili tregim vetë nuk është i vetëmjaftueshëm për me dha shpjegimin total se çka ka ndodhur këtu, se këtu edhe gjenerata mas luftës dytë botnore, edhe ilegale, edhe të Burgosunit, edhe Rugova, edhe UÇK-ja, edhe NATO. Nëse nuk i inkludojmë edhe nëse nuk i kepim këto copa, kemi pas problem që të kemi një koherencë mas pari shoqënore, edhe dorën zemrës na kanë bërë gjeneratat që vinë me trashëgu këtë lloj konfliktualiteti permanent që për shkak të papjekurive të caktume po krijon çamje të panevojshme shoqënisë. Secili ka kontributin e vet, unë shpesh herë them, edhe në mënyrë metaforike krejt jem aksionar kësaj lirisë. Nuk ka tregimet ma, tregimet vështra, si cili tregim është i barazvleshëm në tablën e madhe të shpjegimit rrugtimit tonë, edhe kjo duhet jetë pikë referenca jonë. Jena lodhë me kacafytjet kota të përditshmërisë edhe sikleteve elektorale, do thotë kemë nevojë që t'i gjejmë disa pika përbashkuese. UÇK-ja mendoj që nuk është një shqiptar normal që ka diçka kundër UÇK-s, ta kthejmë UÇK-n në pikën jashta konfliktit dhe dioptrisë politike, në pikën asaj ideale të marrimit edhe gjakimit për liri. T'i ndajmë personazhet politik edhe aktivitetet edhe ato, se shpeshherë nuk kem ditë edhe kem kriju situata të kacafytjeve komplet panevojshme. Jo të gjithë u bashkuan në këtë rezolutë. LDK nuk e gjetë arsyeshme të voton rezolutën pa u përfshirë një paragraf një kërkesë e saj për dënimin e krimeve ndaj të pasluftës. A hendikepon kjo këtë rezolutë? Po besoj që pak po e rëndësishme është që ka kalu si e tillë, sepse është në mënyrë të drejtë për drejtë edhe ajo është zëri qytetarë, që ata atje janë të zgjedhurit e kësaj shoqënie, edhe ata përfaqësojnë disponimin edhe reprezentojnë zonën qytetare, dhe ajo duhet merret ka aspekti pozitiv, do të thotë si pikë thirrje për një lloj kthellësie edhe të asaj gjykate, sepse ajo gjykatë është bunkerizuar. Transparencën e ka zero, shumicën e dëshmitarëve bashkëbisedimeve i ka me të kuqe që nuk i di kërkush, edhe ajo është si hapi mirë. Normal që krijojnë probleme të ndryshme gjatë rrugtimit edhe interpretimit, po në fund besoj që UÇK-ja për një me është projekti që duhet mi bashku qytetarët e Kosovës. Çfarë transparencë specifike mungon? Po për shembull për pas mos transmetimit të dëshmive të mbrojtura. Po, ato për shembull një pjesa tjetër është ku ata interpretojnë edhe citojnë dietar ushtarësh pa emra pa data. Kjo është shumë shqetësuese sepse e kanë me bërsh qytetarët Kosovës që do çështje mos shkojnë ashtu si pa kry që thojmë. Se nuk mund me citu dietar ushtarësh që nuk e dim as qysh janë bë ato dietar. Tash kem dyshime shumë mëdha kur ata kanë bashkëpunu me Serbinë mos ju kanë ardhur prej tyne, që i bjen edhe të retushume, rishkrume, varësisht për kontekstit edhe nevojës. Madje mënyra e citimit të shtypit ditor. Do të thotë shtypi ditor është bë premisa kryesore e argumentimit akuzues së prokurorisë që është shqetësuese, sepse ajo nuk mund të jetë pjesë e rastit si të tillë. Pra, apo flasim këtu për rrezikim të rishkrimit të historisë?
Po, sepse... Si mund një gjykim penal të arish kur historinë? Kur ka si... A mos po, si me thonë, mos pe egzagerojmë në interpretim? Jo, se nëse ata e kanë atje, dikun shkruam si mbi emrin të QK-s ndërmarrje përbashkë kriminale, i bjen pozicione dhe premisa e interpretimit të sistemit genocidial. Nëse ju kujtohet, Miloševići ka pas për zemër dhe intervista për CNN BBC, edhe e ka një të famshme atje në 98-ën, ku thot që kritë kjo gueril është underground i Evropës, janë njerëz të shitblerjes së drogës edhe armatimit, sepse dënë me i nxjerrë për qëllimit lirisë, sepse një formacion thashtë i organizum kështu për gueril, nëse nuk ka qëllim lirin, ne edhim se çfarë cilësime ka për ato organizime. Edhe si i tillë, si tendencë për me aloni mbi emën, tregon që po dënë me ndru komplet narracionin e historisë, sepse nëse ata janë kriminal, nëse janë ndërmarrje përbashkë kriminale, që nuk kanë pas qëllim... Pa mund e një gjykat me ndryshu narracioni i historisë, sepse nuk është gjykata gjykata më spakti është institucion për këtë punë. Po, ajo është damka që institucionalizohet edhe certifikohet herdo kur si referencë në çdo hulumtim që mund ta ketë dikush nesër. Tash po jetojmë në një kontekst të shpejtësisë edhe në mospasjes kohës së verifikimit klasik të burimeve, dhe nëse ajo gjykat shndrohet si burim edhe pikë referencë e interpretimit, gjithsesi që do ta ndryshoj, sepse efekti i saj është telishtimimi edhe intervenimit natës mandej. Se kjo në prekja e sustave historike e ka një butterfly kështu efekt, që prek diçka po ka ndryshon shumë. Që qanë dhe në atë delishtimi? Po, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Po, damka, mu po më duke që është si e dyanshme, se jo veç që i vendoset Kosovës, që ka pas një gueril kriminale, po edhe, si me thonë, aspektin ndërkombëtare merr damkën për veti drejtësia. Domethënë drejtësia ndërkombëtare e krijon një precedentëve më të këqij në historinë e saj. Hiqe Francën dhe aferën e Dreyfusit, që është emblematike dhe si metafore e përdërimit politik në raport me drejtësinë, do t'jetë skandali më i madh në historinë evropiane të drejtësisë. Do thotë, po mas shumti do t'i bëjdëm vetë Kosovës. Sepse nëse ne e lam mrena burimeve dhe historisë këtë interpretim zyrtar, se legitimitetin e merr te zyrtare e saj kur bëhet, atëherë edhe kjo delegitimimi që i spjegova që mos mu përsërit krejto, atëherë fëmijët do ta mësojnë që kanë pas një guerile kriminale edhe një nënshkrues pavarësisë kriminale. Do thotë kjo do të ishte edhe hera e parë në historinë politike, që një ndër themelues të QK-s, një ndër themelues të shtetit që jetë edhe i kriminalizuar zyrtarisht. Do thotë nuk kemi rast tillë në historinë politike. Dhe, Ismail, se po më duket që me folë, se me thonë, se çka do të ndodhë në fund procesit dhe që të tjetë verdiktja, do të me folë, çka pret? Po, unë shpeshere përdori një metaforë dhe spjegim të Çehovit që e ka për dramën, ai thëtë që një pushke vjerru në aktin e parë, me sigurisë dhe ta vras dikën në aktin e tretë. Edhe unë e kam dyshimet edhe frikrat, kështu nëse mujëm me mbledh për shkak të premisës saj politike. Se kur ka premisa politike dhe rezultati domosdoshmërisht do të jetë politik. Po edhe ky lloj organizimi është për shkak të çtyne frikave, edhe për shkak të çtyne dyshimeve që të vendosën disa kufi ku kjo gjykat nuk eskalon në interpretimin e saj jashta premisave racionale juridike. A mendon se protesta mund ta bëj këtë? Po, gjithsesi. Mund ta ketë këtë ndikim? Po, duhet ta ketë, duhet. Kur po e them duhet, po e kam parasysh rolin që ka qytetaria në sistemet e demokracisë liberale, edhe presioni publik është shumë i rëndësishëm po ashtu mrena demokracisë liberale. Dhe nëse... Pa kemi një gjykat që s'pja përgjësi jo qytetarëve, po s'pja përsi as institucionit themelues, kuvendit. Po, është sakt, është që ke lloj arrogancë dhe që ke lloj bunkerizimi i saj dhe që ke lloj autonomie e teprume e saj, që ka njerë krijohet përshtypja edhe tendencës së keq përdërimit saj,
po në menoj që zoni qytetar është shumë më i vlefshëm se secili institucion që provon të shkel edhe mrena dinjitetit. Mos të harroj, unë shpesher gjykatën e kom fut mrena cilësimeve pak ma të vrashta në raport me qytetarin, sepse kom përshtypjen që ajo gjykatë ofendon inteligjencën qytetarit të këtij vendi, sepse këtë ato që ka i tham, ata njerëz atje nuk do të mund t'i bënin në shoqëritë prej cillave vinë. Në secilën shoqëri normale që pretendojnë ata ta thonë, reagimi qytetar kish me qenë shumë ma i vrarë, shumë ma brutal, shumë ma i shpejt. Të këtë ndikim, masovizimi i protesta, ka me pas efekt? Po. është domosdoshme që protestat jetë masive që të ketë këtë ndikim? Po, unë po e thëmë shpesh herë edhe në mënyrë simbolike, kështu që ajo proteste 17 shkurtit do t'jetë një lloj referendumi i qytetarisë sonë, që apo dojmë me nalë pa drejtësin, ata njerëz me këthy këtu, ku e meritojnë, apo po dojmë me lanë me vazhdu. Do të thëtë edhe shembulli që i thash kur i kanë marë, kur ka qenë pak ma të thjekshtë politikisht, është që ky lloj kalkulimi. Po, nëse ata po na thrasin në emnin, edhe na duhet t'ja japim përgjigjen. Dhe 17 shkurti, me masovitetin e tij do ta jap përgjigjen qytetare të drejt për drejt ose në kupton masovitet të popullit qysh kanë qef ata me qujt. Masovitet besoj që kjo protestë çka i bie kvantitativisht. Po, unë mendoj që e kam perceptimin që do të dyfishohet. Nëse kemi parasysh marshin e parë para 3 viteve, ku ishin afërsisht 100.000 vetë, mendoj që kjo protestë do të shkojë 200.000 e tutje. Për të qenë më e madhe ndonjëherë në Kosovë. Më e madhe ndonjëherë në Kosovë, sepse për çdo ditë jam në terren, për çdo ditë takoj 20-30 grupe të ndryshme që përfaqësojnë interesa të ndryshme dhe shoh reagimin e tyre, entuziazmin edhe gatishmërinë për mbështetje. Do thotë një lloj gatishmërie e tillë nuk e kam përjetuar kurrë. Do të thotë secili e thot me bindje që do të jetë me 17 shkurt në Prishtinë. Çfarë thoni qytetarëve që nuk pajtohen me protestë, me këtë protestë? Ose me thirrjen e juaj për protestë? Po, nuk e di sa kanë metë, se kanë metë pakicë, po megjithatë secili mendim do të respektu si i tillë. Minimumi i çdo qëndrimi është edhe provimi i arsyetimit, helvete nëse ka racio në atë pozicion, po jem mrena demokracisë dhe shqyqyr zotit nuk penalizohesh për mendimin ndryshe, si çdo shtjet kur ajo breng. Po, masoviteti edhe që po e derivoj vjen nga entuziazmi edhe emocionit tashmë i rritun, edhe evidentimi i padrejësive të vazhdueshme që e ka mbaç që të lloj unifikimi për me qenë një mesazh shumë të rëndësishëm. A kemi të bëjmë këtë rast me këtë protestë me një akt të njëhershëm, simbolik, apo po mendoni me bë lëvizje afatgjat, cikël afatgjat të protestave? Po, ajo varësisht se qysh rrjedhin gjanat, që edhe ne duhet të mendojmë edhe për hapa tjerë, protesta gjithsesi që kom e përfundu mirë, kom e përfundu ashtu qysh edhe kem paramendu edhe jem të organizu, po në vazhdimsi kem diskutu edhe për hapa tjerë, tash janë ata hapa simbolik që s'po du me i bo të dituna, po gjithmonë kemi opcione për me artikulu që të lloj pakënasie. Çfarë hap pas kësaj proteste? Pas kësaj proteste të shohim, mandej e kemi me 18-in fjalën përfundimtare, më duket presidentit, zdia do të flasaj, edhe pas asaj do të shikojmë hapa tjerë, që na i kemi një bord kështu liria ka emën të artistave të ndryshëm, edhe zakonisht bashkëbisedojmë ide të ndryshme për reagime të ndryshme qytetare, me siguri do të ketë, cilat do të jenë ato e shohim në vazhdim. Ismail, faleminderit që ishe në Blic Interview, suksese në protestë. Faleminderit shumë, ju presim edhe juve me 17 shkurt jene atje, se mediat e keni bë punën më të marrë ndajherë për këtë punë. Mediat patjetër do të jenë aty në përcjellje të protestës. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit.